koncertej. Erdha. Hello. Po të prezenti Radmi? Jo, po thashe ka më shkurt këtu. Hi, Nick. How are you? Hi. I'm Delina. Thank you. Sa kohë kisha pa në studio. Shumë rrallë të shoh në studio. Shumë rrallë. Edhe të vjetë e në Düsseldorf të parë në studio. E një sekundë të i gjufin. Hajde, mirë se erdhe njërë. Që ishë një kënga mi? Këngëre? E zbulove. Normale ta që i kënë dherda deri në Düsseldorf, do marrë në gjërë dhe vjetra. Kur të nxjerrësh? Për disa ditë. Po tani, këto janë këngët që bëhesh gati për verë, bëhesh gati për koncert, bëhesh gati për album. Çfarë këngësh janë këto? Kjo është single në fakt, po njëkohësisht jemi duke punuar edhe për albumin e ri bashkë me Unik. Uniku ke shumë vite që Po, punon. si kam numëruar fakt sa vite. How many years have you been working together? Like 8 years, I think. 7-8 years. Kënga parë është Mane Libe që kemi punuar me Unikun. Edhe që nga i moment unë thjesht vendosa që kur më mos punoj me këtë, sepse është i tmerrshëm and just saying good things about you. No, she's not. You know me. No, I know. You know. It's okay. He knows me. So I have a question now about Elvana. How is it working with Elvana? Actually, very good. I think she's one of the rather super talented people I work with. What does that mean, super talented, in the studio, I mean? She is rarely musically gifted, I would say. Like she doesn't only sing, she understands music. And I think that's what, I don't know, makes it easy for me to, communicate the ins and outs of the songs and to create big songs with her. Because she's not just a vocalist, in my opinion, Is she like a perfectionist, like one of those like Michael Jackson types that she will do it over and over and over and over and over? Or is she more easygoing? The first one. Like how many times? Does she have like a record of being... Just be honest. I don't know, 1 million times maybe? No, I think we just work on songs as long as the vibe is okay in the studio and as long as we are happy with what we're doing at the moment. I think, generally speaking, we have to do what we have to do. Like if it takes 1 million takes, it's okay. Yeah. Even for me, when I play the instruments, it takes a few takes. So I want to get the best out of her. She does the same with me. So we're working pretty hard on the songs. Yeah, because she's a heavy machinery. I've worked with her in projects, not musical. I'm not a musician. And she just doesn't stop. Never. Like never. Like she tires you and she's very exhausting. And she's like, if she's not in the studio or filming, then she'll like write. She's like, what about this idea? Like she never stops. Yeah. So is that with you too? Even when she's out of the studio or when you're tired to go home, does she like keeps going? Do you have the same experience, the painful experience as me? I wouldn't. Yeah, I understand your point. I wouldn't call it painful. I'd rather find joy in working in something you actually love. So I wouldn't call it pain. I would actually say it's a blessing to be able to do what we do. Like Absolutely. I'd rather work 40 days on one song than do anything else in my life, to be honest. Të përkthej pak, thonë që s'kam dy lidhje me këtë punë. Okay, bo, se. Now, before I go to talk to a little with my friend about other things that, and go back to Albanian, one more question. Since you've worked for 8 years, what is one song that you hold dear? A song that you really like? Or It's hard to separate them, right? Like pick one. Like I think pick the most favorite one. Metana is. Metana, definitely. Yeah, I think it's the biggest song. Oh, you work Metana here, so you're. Yes, actually, yeah. You were work in together. Düsseldorf. In Düsseldorf, Düsseldorf. Yeah. Most. Did you hear what happened with all Albania? Is like was in love with Metana for a long time. Yeah, I think the whole world. So you heard the whole world. You heard the big rumor of like what Metana did and the effect that had in Albania. Yeah, it was a big song. And I'm actually really proud of this song because I'm proud too. She could showcase her vocal ability, and I could showcase my, I think, production ability. So it kind of melted together a really great product. Thank you so much. Thank you. I'll let you work because I know that besides for being German into the work, also, so keep you do your work and I'll talk a little in Albanian for all the Albanians. Perfect. Thank you. Kështu e zemra. Hëmë e zemra. Hëmë e zemra.
Ato që i pyeta dhe Unikun janë pyetje që edhe unë kam parë, dhe unë e di që se si punon ti. Dhe nuk është vetëm Uniku, po janë gati sa herë që edhe unë flas me producer të ndryshëm që karriera ime të gjithë kanë ka një pikë të dobët veçantë për ty, edhe mënyra se si punon në studio. Shiko, është shumë fantastike kur e dëgjon këtë gjë, të jep një lloj kështu boosti, të jep një lloj frymëzimi dhe më shumë. Ndonjëherë unë në atë vrrullin e punës harroj dhe është e nevojshme ndonjëherë kur i dëgjon të fjalët e mira kështu. Si e zgjedh ti këngën? Më thë, si e mendon ti? E ke më shumë çfarë duhet tani, apo... Nuk bëj matematika, Dalin, thjesht fokusohem në atë të vërtetën e ndjesisë që më jep materiali. Thjesht për mua është e rëndësishme që ndoshta edhe ndonjëherë kur gjërat proces të punës kur nuk janë kështu në atë perfeksionin e vet, kam hequr dorë. Domethënë më intereson më shumë ndjesia e vërtetë që jep materiali. Për shumë njerëz më mendojnë që duke qenë se ti, ja për shumë ke koncerti Milanat, që ka pas koncerte në stadiume që ka shumë njerëz. Dhe ndoshta mendoj që ti kur futesh në studio ti je kështu, po krijon një gjë dhe kjo gjë tash do ka kaq miliona klikime ose këtu në këtë moment në stadium do ngrihen të gjithë. Apo s'ndodh kjo te ty? Është sigurisht që ndodh. Kryesisht kjo ndjesim vjen me baladat. Por kur futem në studio që të krijoj, unë shkëputem nga realiteti. Edhe ndonjëherë nuk është që ndjej atë momentin që do ta këndoj në stadium, thjesht futem më thellë në mendim, arrit ndonjëherë më duket si çmenduri, po imagjinoj njerëz duke qeshur, duke qarë me këngën time, me atë që unë po përcjell. Ajo gjë më ngacmon, më frymëzon shumë. Tash ti sapo nxore këngën e fundit, që ishte me Moment, që është shumë e bukur me Stanaj. E dua shumë këtë këngë. Është e bukur shumë, kam ngelur pa fjalë në fakt nga procesi i punës me Stanaj. Është një artist i mrekullueshëm, po dhe një njeri i mrekullueshëm. Kur thua ngelesh e mrekulluar, ç'a kanë këto artistë që të mrekullojnë ty ndryshe nga të tjerë? Se njerëz të mirë janë të gjithë. Shumë është i disiplinuar apo shumë i disiplinuar, shumë kreativ, edhe ajo energjia, kimia në studio është shumë e pasforcuar. Neve kemi ndetur 3 ditë edhe ne janë dukur si 3 orë. Edhe kombinimin e kishte fantastik të zërave. Të ka pëlqyer moment? Më ka pëlqyer shumë moment. Më pëlqen se ka qenë një temë që nuk e kam prek më përpara. Është ajo lufta e brendshme kur ti je në atë pikën që duhet ta lësh dikë, pastaj thua rri edhe pak. Kupton? Kur ti lufton për një dashuri që e shikon që po zhduket, po nuk e pranon. Zemra jote e refuzon ta pranoj këtë vërtet. Tash këtu jemi në Europë. Jemi në Düsseldorf, që është era parë që e shoh. Interesant akoma se kam parë tamam, po do e shohim pastaj. Po do e shohim. Është i bukur. Po, është i bukur. Tani ti Uniku, ç'është tha për ty? Më mbahet mend, nuk e di a ka dalë kjo apo jo, po unë mbaj mend që kur po punoi me Pooh Bearin atëherë në Amerikë, që ai ishte një super producent Pooh Beari për ata që se njohin, edhe është producenti i albumeve më të mira që ka pas Justin Bieber, dhe Alvana ka bërë disa këngë me të, edhe ai foli shumë lart për ty, dhe nuk foli kështu gocë e mirë, një vajzë shqiptare, po tha që je super artiste. Kështu që ke pasur lëvdata të tilla, edhe nga producentë shumë të mirë të huaj. Ke pasur një moment, për shkak, ke një moment ti kështu dhe një sikur, sepse punon me këta të huaj në studio, ke punuar në Amerikë, në LA, ke punuar këtu në zemrën e Gjermanisë, ke punuar kudo punon në Berlin. Dhe pastaj punon këto këngët, pjesa më e madhe shqip dhe i çon në një treg si Kosova dhe Shqipëria që është më i vogël. Për shembull, ke një kështu si keqardhje për shembull që e bukur kjo asikur. Asikur, s'ka një asikur ti. Të ndorosh është falas. Shumë sigurisht ai sikur është brenda meje, po unë nuk e kam parë ndonjëherë kompozimin time si një kufi. E kam parë si një piknisje. Në fakt. Unë i bëj materialet pa një qëllim caktuar që dua të deportoj në Gjermani apo në Zvicër, apo unë e nxjerr muzikën në botë dhe kudo që ajo mbjell është e mirëpritur. Për mua është shumë e rëndësishme që të krijoj një material që i reziston kohës në fakt. Po asikur, me që se ti ke një koncert shumë të madh tash ke në maj, shqyr që tani po rregullojnë gjërat, paktën për juve, jeni në skena të mëdha, ti e hape para tek stadiumi, që ishte edhe ajo një eksperiencë që kam qejf të pyes më vonë. Stadiumi ka qenë në Trojet shqiptare, ndërsa në Europë
mendoj që koncerti i parë ka qenë koncerti që kanë bërë në Landes Arena në Köln. Në Köln. Dhe tani jeni në Milano. Është në Milano. Ka një pyetje kurioze që diskutojnë gjithmonë. Kemi diskutuar në tavolina mes njerëzve që kur shkojmë te këngëtarët e huaj. Dhe dilje ti për shkak bëj 100 koncerte, që sot do kisha atë lloj organizimi. Ndoshta edhe 200. Edhe 200. Patjetër. Energjia, dashuria për këtë punë nuk më mungon kurrë. Të gjitha këto koncerte dhe në Shqipëri, në stadium dhe në Landes Arena në Köln ka qenë një punë jashtëzakonisht e vështirë, shumë sfiduese për mua. Edhe këtë herë në Milano, besoj që t'ja dali me sukses prapë. Qa t'jep koncerti madh? Se mbaj mendish ka qenë një moment shumë i bukur, ajo video që nga ngelur fisim, video mbas koncertit të stadiumit që përqafove me Andin. Po. Se ti marrë Andi flet shumë edhe punoni bashkë, Andi ishte aty, hello. Hello. Por ai ishte shumë emocionuar, sikur ishte diçka sikur ja dolëm. Po ndërkohë ju keni kaq vite. Pikërisht është ajo që po thoja, nuk di të ta shpjegoj sa sfiduese ka qenë për neve. Hera e parë në historinë e industrisë muzikës shqiptare që ndodh një koncert i atij niveli. Edhe ndoshta edhe unë vetë kur e kam parë koncertin se kam besuar që kam qenë unë ajo që e kam bërë ato koncert vërtet. Edhe prandaj ka qenë ai përqafim aq i lumtur se e kemi kaluar shumë. A besoje ti që do kisha aq shumë njerëz, jam shumë kurioz. Nuk e besoj. Jo, nuk e kam besuar. Vërtet. Shikoj, gjithmonë jam dyshuese ndaj vetes. Unë jam shumë konsciente për punën që kam bërë këto 20 vjet, por prap kam një kështu pikpyetje gjithmonë te vetja, them vërtet. Edhe kur jam gjetur në skenë kam parë 25.000 vete, kam thënë, wow, vërtet. Në fakt, ky është qëllimi im në koncertin që dua të bëj edhe këtë herë në Milano. Në përgjithësi me gjithë koncertet e mëdha. Unë dua që njerëzit vinë, të këndojnë, të kërcejnë, po dua që të përjetojnë eksperiencën, ajo vlen më shumë për mua. Mund të themi që qëllimi im kryesor është që kur njerëzit dalin nga koncerti të ndihen më të motivuar për jetën, mundësisht. Vola të bëj pyetje se pyetjen e fundit përpara se ne të lëvizim pak se kemi të rrim gjatë në Düsseldorf sot. Tani kur shoh koncertin, dhe nuk është thjesht një investim në kostumografi, por është një investim që për mua është një investim më të mëdha si popstar që është bërë ndonjëherë në Shqipëri, në koreografi, në propsa, domethënë në gjërat që futen në skenë, në ndriçim, në grafik, në çdo gjë. Dhe është ai koncert dhe është aq stadiumi, aq mban. Dhe padyshim që njerëzit vinë për ty se vinë për këngët, vinë për një histori mbi 15 vjeçare këngësh dhe hite që ti ke. Unë pyes, edhe shumë të tjerë, dhe llogaritet e shqiptarit, që pse investohesh kaq shumë? Pse kërkon kaq shumë? Gjithmonë pyetja është për këtë treg. Po, pra. Ha. Shiko, shumë e thjeshtë. Është trashëgimia ime artistike. Unë jam shumë e fiksuar që një koncert i imi të jetë njësoj si yjeve botëror, sepse ndoshta ne nuk kemi 300 veta staf, siç kanë ata, se jemi Shqipëri. Unë kam qenë e fiksuar në çdo detaj që ka qenë në atë koncert që të jetë njësoj si një koncert i një artisti botëror. Dhe ti do që kjo lloj trashëgimie që do thotë të jetë një vlerë në muzikë, edhe të marrin njerëzit nga kjo. Kjo është e rëndësishme për ty që çfarë marrin njerëzit? Absolutisht po. Koncertet që më kanë bërë, di që kanë frymëzuar njerëz dhe artistë, edhe për mua kjo është e rëndësishme. Trashëgimia që unë lë, edhe kur mos jem më, kur ti shikoni këto koncerte, do ndjeni, besoj krenari. Unë zoj shoh se jam më e madhe se ty. Okej, super. Rucola or truffle. Mar truffle. Okej. Po edhe këtë kam qef. Po? Okej, me dashke spicy. O, zot, Alina, po am mish. Po mirë se... Unë kam qenë gjithmonë vegane, vegetariane. Në erdhi porosia? Po, se ne porositëm... Qa ishte kjo? Kjo është shumë i famshëm. Po, shumë i famshëm. Është një sandwich me copa mishi. Dhe ne që kemi promovuar gjithkohën vegane. Vegetariane tani kalojmë në mish. Në mish, në steak dhe do ta ham, do ta grim. Po. E që sa i e di që ne po presim. Bukur është shumë, Dalia, neve jo, sa unë jam vegane, vegetariane. Një steak lutem, po, bravo. Perfect, thank you. Po, kjo është e jona, this is ours. Yeah, thank you. Kjo hajde gjallë tani, ikim, vazhdojmë. Vazhdojmë më pashë. Thanks.
Ose me dhanë. Se këtu a fare. Dhe njërë një ko? Te, Katja. Prit. Ku leti këtu? Këtu. 1, 2, 3. Po ti sa shpesh ti udhtoj shumë? Udhtoj jashtëzakonisht shumë. Ka ditë që udhtoj, ka muaj që udhtoj. Oh, faleminderit. E di sa e bukur që është kur takojmë shqiptarët që jetojnë jashtë, se mos në Düsseldorf ndodh shumë. Ka shumë shqiptar do? Ka shumë shqiptar. Po më gëzon shumë se ata nuk takojnë vetëm Elvana, po sikur marrin edhe një copës nga Shqipëria. Edhe janë shumë të mirë, më japin shumë dashuri. Më gëzojnë shumë, me të vërtetë. Mra pak telefoni, po stajgjë. Shmotra, po na pret. Po pret Migena, që kam një pyetje tjetër unë, me që okej, këtu është Migena, këtu është Puna, këtu prapë në studio, Düsseldorfi, pastaj ikën në Tiranë prapë në studio, pastaj në Berlin është prapë në studio. Pushime, çfarë pushime është bën ti? Ku i bën pushimet? Kur i bën? Ndoshta si bëj fare. Keca me mamën dhe babin. Kja ato, ke një palë buke speciale me mamën dhe babin. Gjë shumë e rëndësishme për mua që të paktën një javë absolutisht pa diskutim. Një javë gjatë verës, mundësisht dhe një javë gjatë dimrit. Se kemi dalë me këto dimrit, po më mbushin shumë. Marrë shumë jetë kur bëj pushime me të shtëpis, edhe me miqtë e mi, në fakt. You're closing? Yeah. Okay. Then we have to leave. Ja, ke dëshirë të blej ndonjë frutë më, se do thua që erdhe deri në Düsseldorf, s'na bleu Elvana sa fruta. Po. Çfarë frutë ke qef? Raspberries. I'll have some lychees. Ku janë lychees? Can I have some lychees, please? And raspberries. Okay, it's for free, right? Thank you. Thank you. Bye. Bye. Është shumë interesante Dalina që sa herë ndodhem përballë Migenës, gjithmonë kam një posturë, në fakt që si klasa parë, ka të dëshirën për të mësuar diçka të re. Po i keni kënduar që të vogla bashkë? Po, sigurisht Migena këndonte e para edhe ka zgjuar ato ndjesit e mia të para për të kënduar. Kemi kujtime shumë të bukura bashkë teksa çmendim komshin me këndimin ton. Njëra opera, tjetra pop. Por që në atë kohë se dija se çfarë doja, po thjesht e dija që doja të këndoja pafund. Me mamin në shtëpi që thoshte një herë njëra, një herë tjetra. Me radhë. Migena, kur u rrit për ty, Elvana? Kur është momenti që ti thua, okay, që nga rritur? Ose po e marr seriozisht. Rritur. Pra është ai momenti që mund ta lësh t'ja heqësh dorën, për shembull, edhe ta lësh të kaloj rrugën vet ose të marr autobusin për shkollë. Nuk ka ndodhur, nuk do ndodhi. Unë për Migena do jem gjithmonë motra vogël, është e pamundur ne. Po lëre të flasë një çik, lëre të flasë. Po. Mendoj momentin kur ka qenë në gjendje të marrë vendimet e saja me plot vetëdije dhe me plot vendosmëri, ka qenë momenti kur ka menduar që është rritur. Po në anën artistike, për shembull. Po kjo përfshin edhe anën artistike, pjesën ndërhyn ti çfarë do të bëj, çfarë do do të bëj, kjo diferenca kur dikush ndan këto dy gjëra, këto dy aspekte, mendoj që është në momentin e tij më të mirë për të thënë që jam e rritur. Me pëlqen shumë të di se si mendon Migena, sepse është kritike me mua. Qoftë ndaj veshjeve, performancave. Po dhe ju jetoni në botë, Migena ke 20 vjet që jeton këtu. Pak më shumë. Gjysma jetës, sa më shumë se gjysma? Po. Më shumë se gjysma jetës. Dhe është natyrë tjetër. Vetë edhe muzika, edhe ajo që bën ti ka një natyrë tjetër dhe mënyra e sjelljes. Nuk është koncerte sken, pra ka një tjetër sjellje skenike, ka një tjetër, nuk e di komunikim, Gjermania vetë, Düsseldorfi ka një lloj ftohtësie tjetër, nuk e di si ka një temperamentin e ka, unë paktën me sa i njoh Elvana ka temperamentin e nxehtë, është kështu shumë e hedhur, ti je më e përmbledhur.
ku ka përplasje mes jush të dyja? Ku është në këtë dy natyra të ndryshme? Realisht, për sa i përket asaj pjesës që njerëzit mund mendojnë që Migena është soprano dhe unë jam pop singer dhe ne përplasemi me gjërat shumë ajo më kupton njerëz zakonisht shumë mirë. Me muzikën? Po, shumë dhe me projekte. Jo, unë kisha për natyrën, prandaj po thoya natyra tuaja. A për natyrën? Po për natyrën zgjidhemi që ditën e Odalina. Pra për natyrën po thoya, se prandaj mblodha. Domethënë se natyra edhe në sjellje, domethënë ti je më kështu, ke atë lloj, është pjesë tjetër, është dinamik tjetër. Dhe opera ka se dhe opera është gjithë ambicie po. Shiko, edhe Migena ka shumë humor, domethënë po unë jam gjithmonë guxoj pak më shumë. Kupton, Migena është më e përmbledhur. Herën e fundit për shembull bëra një postim në Instagram tash diçka fani për mamin. Migena është më një sekondë tash më kupton se flasim për mamin këtu. Edhe është më emocionale, është më e prekshme për këto gjëra. Çfarë është gjë që se ke ti dhe doj nga Migena? Që ka Migena dhe doj ta kishe ti? Qetësinë. Po, shumë e qetë. Është shumë e qetë. Domethënë ne kur punojmë bashk, unë jam shumë kërkuese, ndonjëherë nuk kam durim, dua atë rezultatin me një herë. Më kupton sepse punoj shumë fort, ndërsa Migena i merr me shumë qetësi, step by step, gjithë procesin e punës kur punojmë bashk. Edhe atë qetësinë që ka ajo do doja ta kisha dhe unë. Po Migena, po për ty, çka ka një gjë Elvana për shembull që do doje ta kishe? Asgjë. Mirë, shumë mirë siç është Migena. Po lërë më të Më pëlqen shumë forca që gjen tek iniciativë marrëse. Ndoshta është pak më e shpejt për të përqafuar një diçka. Unë ndoshta jam më e mendueshme në sensin e reflektoj, ajo ndoshta guxon edhe më shpejt. Pjesa e iniciativës më pëlqen shumë, më inspiron zakonisht shumë nga Elvana. Keni qarë kur e keni parë njëra tjetër në skem? Ka pas momente që jeni prekur? Ha, kjo ishte shumë e bukur tani. Sepse unë kisha premtuar vetes që nuk do qaja dhe pse jam emocionuar në momentin e parë që kam dalë në skenë në stadium. Por realisht momenti që nuk i mbaja dot lotët nga gjithë koncertet ka qenë momenti kur këndova me Migenën. Edhe nuk doja të qaja sepse nuk doja të prishja gjithë atë magjinë që po ndodhte dhe njerëzit që po mrekulloheshin me zërin e Migenës. Dhe pse po qaj? Mu qaj? Oh my god. Yes, okay. Sa e bukur. Ajo momenti kur njerëzit do mrekulluan me zërin e Migenës, po nga njëra anë po ndjeja, ndërkohë që po këndoja, po ndjeja që ishim dy vajza të vogla ashtu siç kemi filluar të këndojmë. Migena ka qenë 6-7 vjeç, unë pak më e vogël. Edhe ndërkohë që këndoja, përfturoja veten time dhe motrën të vogla. Edhe në atë stadium aq gjigant, imagjinoja dy njerëz, mamin dhe babin që po na shikonin, edhe nuk e di se uroj që ta kanë ndjerë atë lloj krenarie që unë imagjinoj që ata kanë ndjerë. Në fakt, edhe ka qenë me të vërtetë